Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër. Sot dua të përshëndes shoqen time e cila më dha idenë e kësaj videoje. Sot do të bëjmë Pringles Challenge, do provoj të gjitha shijet e Pringles. Shoqja më tha që duhet të bëj dhe një tip salsa aziatike. Nuk e di nëse do ta bëj dot. Gjithsesi, un tani po ju marr me vete në market, kështu që pa humbur kohë ikim. Tu ka pafund patatina, por ne do shohim Pringles. Gati për t'i përzgjedhur patatinat, ka marrë dhe këtë koshin dhe shikojmë se çfarë shijesh ka këtu. Tani kemi këtë formatin e madh, por janë pak të shtrenjta sepse janë 2400 lekë të vjetra, pra 2 euro. Dhe unë mendoj që të marr nga formati vogël dhe nga formati madh, pra t'i përzgjedhim që të mos më shkojë shumë shtrenjtë, sepse këto janë gjys për gjys, këto do jenë 1200 lekë. Kështu që shohim dhe zgjedhim. Si fillim mora këto Pringlesat që janë me barbecue sepse nuk i kam provuar kur. Unë në fakt kam provuar ato Pringlesat që janë me spec, më duket edhe me pikante, por jo këto Pringlesat me shije të tjera. Kështu që thash pse jo, dhe dua t'ju them që kam dhe një takim për thonjë, kështu që unë do të xhiroj pak këtu, do shkojmë të bëjmë thonjë dhe pastaj do t'i provojmë patatinat. Unë kam provuar këto me spec, por s'kam provuar këto me pizza. Edhe për këto jam shumë kurioze, sepse në përgjithësi bake rolls me pizza ose këto patatina që janë me pizza, mua më pëlqen shumë shija. Por kurioze do jem tek Pringles si do jenë, sepse dim që Pringlesat janë nga më të mirët, kështu që nuk besoj të më shkënjej. Nuk i ka jo, se nuk do ik vetëm me 2 Pringlesa, të shohim edhe ndonjë format të vogël, sepse siç u thash, këto janë pak më të shtrenjta. Nëse formatet e vogla janë me të njëjtat qese si të mëdhajat, unë do t'i marr të vogla, por me barbecue pash që nuk kishte të vogla, kështu që do zgjedh diçka tjetër. Shtojmë edhe këto te koçi. Diçka që nuk e kam provuar asnjëherë është kjo këtu me djathë dhe me qep. Më duket shumë interesante, nuk e di çfarë aromash do ketë ajo, por që po e marr dhe këtë. Tani do ik të paguaj, por përpara se të marr të gjitha këto Pringlesat, unë dua të pyes pak aty te kasa nëse ka ndonjë salcë që mund të shoqëroj këto, sepse salcën që më tha shoqja ime nuk mundem ta bëj, duhet të shkoj në shtëpi, ta bëj të dal prap, edhe nuk do që ta bezdis dhe rein, kështu që unë do mundohem të gjej një salcë këtu, në mënyrë që të mos shkoj fare në shtëpi, po ta xhiroj video jashtë. Salca patatinash nuk po gjej, po do marr ndonjë nga këto që ta përshtat. Do doja ndonjë salcë aziatike, po duke qenë që këto këtu janë me barbecue ose hot spicy, unë po marr këtë salcën meksikane, nuk e di si do jetë, por pse jo, ta provojmë. Këto pra ishin të gjitha shijet e Pringlesave këtu në market. Unë nuk lash asnjë pa marr, kështu që ikim dhe mezi po presi provoj. Tani po shkoj të bëj thonjë dhe pastaj do t'ja tregoj edhe si i kam për thonjë dhe do të provojmë bashkë patatinat. Shikoni sa bukur që kanë dalë këto xixat, si thonjë barbish, unë vdes për thonjë të shkurtër me xixa dhe gjithashtu me ndonjë zemër, ju që më ndiqni prej kohësh e dini. Tani gati të provojmë patatinat, atëherë do nisim me këto Texas barbecue. Ndërkohë kam zënë një pozicion këtu në makinë që mos më bjerë shumë dielli dhe po ri kështu, që të duket sa më mirë aty tek ju. Janë shumë të shijshme, për ju që e pëlqeni atë salcën barbecue, janë super, por për mua që nuk e pëlqej shumë, notën 7. E dini sa shije që kanë, o zot, është super shije. Do me thënë nga një shitet tjetër janë 10 ajo shija e barbecues. Ndërkohë vendosa kështu këtë dhe sikur më mirë duket fytyra, pra nuk bie ai dielli drejt për te në fytyrë, bie pak te, por s'kaq. Po marr një Pringles të vogël, po marrim këto që janë me spec. Ndërkohë edhe ju mund të më shkruani, të më komentoni ndonjë ide që doni për video, ose të më shkruani se cila nga këto patatinat ju pëlqen më shumë, dhe kështu ndajmë bashkë preferencat tona për Pringles. Këto me spec janë super të shijshme. Për ju që më njihni prej kohësh, e dini që unë specin e kam një nga ushqimet e mia të preferuara. Atëherë, këto do marrin notën 9, sepse nuk janë ndonjë wow, por që meqense speci është një preferuar im, pse jo? Dhe nga të gjitha patatinat që janë me spec, këto mua më pëlqejnë më shumë sepse e kanë atë shijen fikse të specit. Prisni se kam haruar diçka. Kemi këtë salcën meksikane. Ka këtë aromën tipike të këtyre salcave që janë edhe me pak pikante. Kam marrë edhe një gotë plastike, do ta shtoj këtu. Dhe kështu mund t'i provoj patatinat. Patatinën e radhës do ta provoj me këtë salcën, të shohim si do duket, si do ndihet shija. Okej, marrim Pringlesin original. Siç mund ta shikoni, ka dhe si erza. Është shumë pikante,
Mirë që nuk mora atë spicy, sa besoj do ishte edhe më pikante. Më besoni që është super e mirë. Kjo do shijonte shumë me ato krahët e pulës, do shijonte shumë me këto gjërat krokante, të skuqura, super, me patate të skuqura. Kjo salsa është shumë në shijet e mia, kështu që në 90. Unë i super pëlqej ushqimet pikante, kështu që kjo salsa e super vleka. Unë do ta mbaj këtu që nëse ndonjë nga patatinat më pëlqen, ta përzej me këtë dhe të kaloj. Pringlesat original notën 8, se nuk janë ndonjë gjë kush e di çfarë, po që me këtë salcën, me pringlesat original, bëhet një super shije dhe s'ke nevojë të marrësh ato pringlesat që janë pikant ose ata me barbecue. Me këtë është super shije, një kombinim ideal. Vazhdoj me një Pringles tjetër, them të marr këtë me pica, sepse dhe këtë se kam provuar ndonjëherë. Aromën e pizzës e kanë, të shojmë në shije. Shumë e lezetshme, por nuk ka atë shijen e fortë si se kishin ato me barbecue, ato ishin shumë të forta në shije. Kjo nga 1.80, shijen e pizzës e ka aty te 5 dhe 6, ajo shumë të fortë. Si shije më pëlqen, por jo se është një patatin që më super pëlqen, kështu që notën 8. Ndërkohë, unë do pipaku, ju më komentoni nëse ju pëlqen kapelja, pra më shkon. Unë në përgjithësi jam tip që koleksionoj kapele, kam shumë kapele, si këto me stres, si ato të dimrit, si ato të verës që janë pak më të mëdhaja, që më komentoni, por jam e sigurt që më shkon. Duket që jam shenja e Luanit, sepse ne të Luanit e mburim shumë vete në thonjza. Tani gjë e mirë është na pëlqen vetja, pse jo? Nuk po them të na hyp vetja shumë i qef, jo, por që duhet ta duam veten, ta pëlqejmë kështu siç jemi, të themi që na shkojnë gjërat. Unë këtë tip kam, edhe pse shumë njerëz që nuk më njohin dhe që as nuk e kam bot kuptimin tim, mendojnë që unë burrem, por nuk më intereson. Më intereson ju që keni arritur të më dalloni shpirtin nëpërmjet videove dhe unë ju dua shumë ta dini. Vazhdojmë tani me Pringlesat me djath edhe me qep, që nuk i kam provuar kur. Që janë ndjenjër këtë aromën se më bëjnë shumë kurioze. Aromën nuk e kanë shumë të mirë. Shijen e kanë super të fortë. Ndihet shumë edhe shija e qepës, por edhe shija e kripur e djathit. Kombinimi lezetshëm, nota 9. Këto më pëlqyen më shumë se sa Pringlesat me pica. Unë ndërkohë kisha marrë edhe fazoleta që nëse bëhen pjesë fshiduar te bla bla bla, po s'ka rëndësi, po mbarojmë videon dhe në fund po pastrohem një herë mirë. Atëherë kemi hot and spicy, këto i mora të vogla. E kanë atë aromën e spicy-t aq të fortë, sa që në hundën dihet, imagjinoni ta provosh. Këto janë super pikante, por imagjinoni si do shkonin me këtë salcën. Do me thënë me këtë salcën, mua tani do më dalin zjarr nga syt. Ju betohem që super djek. Wow, do pipakuj. Të ishte për mua, do vazhdoja të haja to që janë spicy me këtë salcën. Se keni idenë se sa do doja t'i haja, kështu që mezi presë mbyll videon që të ha këtë kombinimin. Kemi Pringlesat që janë me salcën edhe me qep. Por prisni, më duket se kam haruar të vlerësoj këtë. Jo, këtë. Hot and spicy. Atëherë kësaj do t'jepja notën 9/10. Jo 10 fiks, po 9/10. Këto kanë atë shijen që mund t'jash të gjitha patatinat dhe nuk të mërziten, për mendimin tim dhe në shijet e mia. Ndërkohë që te patatinat e tjera do haja 2-3 dhe do t'i lija, kështu që këto notën 9/10. Tani vazhdojmë këtu ku e lam, tek Pringles me salcë dhe me qep. Ndërkohë unë i shijoj dhe e nuas pak aromën. Këto nuk kanë asnjë lloj arome, nuk është që kanë ata aromën e qepës. Këto kanë super shije. Pra, salca me qepën shkon më shumë se sa ajo qepa me djathin, që ishte te Pringlesat e tjera. Këto do marrin notën... Prisni. Këto kanë notën 10. Tani po mendohem pak të zgjedh se cilat më pëlqyen më shumë dhe cilat më pak. Atëherë të preferuarat e mia do jenë 2, se nuk i ndaj dot. Janë këto sepse unë ushqimet pikante kam shumë qejf dhe s'ka si të ndonë ndryshe dhe në patatinat do zgjidhja ushqime pikante, por dhe këto. Pra të dyja nuk i ndaj dot, janë më të mirat për mua nga këto shijet që provova. Unë i prova të gjitha shijet që ishin në market, nuk ishte shije tjetër. Mbase ka në marketet e tjera shijet e tjera, por këto ishin. Dhe ajo që më pëlqeu më pak, prisni, është kjo, pra Pringlesi me barbecue.
nuk më pëlqen shija, aroma është shumë e fortë, nuk është për mua me pak fjalë. Dhe ju më lini në komente tani se cila është e preferuara juaja dhe cila është më pak e preferuara. Mos harroni që ju dua shumë të gjithëve, ju pres në komente, bëni një like dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Paçi!